Për dallavere me votat e kandidatëve për deputet, 109 persona janë arrestuar të premte në Prizren. Në këtë operacion të madh të prokurorisë themelore të kësaj komune në bashkëpunim me policin, që të gjithë u dërguan për intervistim me disa furgon në stacionin policor ku u dha urdhri për ndalimin e tyre për 14 tetor. Në këtë qendër komunale të numërimit në Prizren ndodhi abuzimi më i madh me votat e kandidatëve për deputet. Këto devijime u bën kryesisht nga komisioner të 4 partive më të mëdha shqiptare. Sipas prokurorisë në Prizren u shtuan mbi 40.000 vota për kandidatët e u hoqën mbi 27.000. Vetëm në një klas u devijuan mbi 2.000 vota. Për të ndaluarit, kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, tha se kanë konsumuar 3 vepra penale. I kemi 109 të ndaluar për vepra penale të falsifikimit të rezultateve zgjedhore, për presion e kanosje e për dhënje e marrje të rishfetit. Pra sot kemi pas edhe situata ku kemi fituar edhe dëshmitar bashkëpunus, kemi pas situata ku na kanë treguar se si kanë ardhur presionet dhe kemi pas situata pra që kanë treguar edhe kush ka marrë dhe nga kush ka marrë edhe rishfet. Kryeziu tha se tjetërsimi i rezultatit zgjedhor ndodhi me dashje dhe me koordinim të komisionerëve nga 4 partitë më të mëdha politike. Në mesin e komisionerëve tha se ka edhe familjar të kandidatëve. Ai theksoi se ende nuk ka prova për përfshirje në këtë manipulim të ndonjë kandidati për deputet, por shtoi se edhe ata do të dëgjohen. Deri në këtë fazë nuk kemi ndonjë informacion që e involvon drejt për drejt ndonjë kandidat në ndërhyrje, mirë po unë besoj që edhe kandidatët do të dëgjohen, edhe në prokurori, në rast se nuk do të arrijmë të sigurojmë prova në cilësi të dyshuarve, padyshim që ne i kemi dëgjuar edhe deklaratat e tyre mediale shumë prej tyre, pa përjashtim subjekteve politike, që ata njihen edhe të dëmtuar për shkak të imazhit. Kështu që prokuroria po besoj që do t'i afroj këtë mundësi që t'i marrim të paktën cilësinë e të dëmtuarve. Drejtori rajonal i policisë në Prizren, Faton Alia, tha se bashkë me shërbimin korrektues kanë gjetur zgjidhje për sistemimin e 109 të arrestuarve. Në bashkëpunim që kemi pas koordinim gjithë ne me shërbimin korrektues, është gjetë hapësirë mjaftueshme dhe të gjithë ata do të sistemohen siç janë parapo me procedurën penale për raste të tilla. Nga të ndaluarit nga prokuroria, 6 janë liruar e disa nuk u janë përgjigjur ftesës për intervistim. Sipas prokurorisë, nga 235 vendvotime, vetëm në një nuk u përshkruan rrejshëm votat. Prokuroria e Prizrenit e nisi hetimin me vetiniciativë pasi gjatë rinumrimit të votave në QNR u identifikuan dallime të mëdha me numrimin që u bë në qendrën komunale. Tek 16 kandidatët e PDK-s, komisionerët i quan 19.225 vota rrajshëm. Tek 20 kandidatë të LDK-s, 4.469 vota. Te 22 kandidatë të LVV-s, 3.120 vota. E te 32 kandidatë të AOK-s, 1.179 vota. Përfituesit më të mëdhenj nga ky abuzim janë kandidatët për deputet të PDK-s Feta Paqarizi, të cilit ju përshkruan rrejshëm 6.022 vota, Nait Hasani me 3.419 vota e Kujtim Gashi me 2.359 vota.